Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sura El-Haqqa. Ajetet nga 18 deri te ajeti 24. Yawma idhin tu'raduna la tukhfa minkum khafiya فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Atë ditë do të mbeteni zbuluar dhe asnjë fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqur. Ai të cilit do t'i jepet libri veprave të tij nga ana e djathtë, do të thotë njerëzve të tij: ja, lexoni librin tim. Vërtet un kam qenë i bindur se do t'jepja llogari. Kështu ai do të ketë jetë të lumtur, në një kopsht të lartë, frutat e të cilit do t'i kap lehtë. Njerëzve të tillë u thuhet: ju bëft mirë, hani e pini për atë që keni bërë në ditët e kaluara. Komentimi. Në ajetet që komentuam më lart, tham se suri do të fryhet 2 herë. Në fryrjen e parë, të gjithë ata që janë gjallë do të vdesin dhe i gjithë sistemi i universit do të shkatrohet, ndërsa në fryrjen e dytë të surit, e gjithë bota do të ringjallet, njerëzit dhe engjëjt do të kenë një jetë të re. Ajetet e para na lajmërojnë për fryrjen e parë, fundi ajeteve na lajmëron për fryrjen e dytë, që është ringjallja. Në vazhdim të po këtij konteksti, në ajetin 18 thuhet: atë ditë do të mbeteni zbuluar dhe asnjë fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqur. Fjala taredhun vjen nga rrënja e fjalës ardh me kuptimin të tregosh dhe të ofrosh diçka, pavarësisht nëse është një produkt që bëhet fjalë për tregtim ose për ndonjë gjë tjetër. Sigurisht njerëzit edhe të tjerët në këtë botë janë vazhdimisht në qendër të vëmendjes së Allahut, por kjo çështje do të shfaqet gjithnjë e më shumë në ditën e Kiametit. Për shembull, pavarësia e Zotit në univers është e përhershme, por më e dukshme është në atë ditë. Si fjalia asnjë fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqur mund të tregojë që në atë ditë secilit person do t'i dalin sheshit të fshehtat dhe sekretet e tij. Kurani për Kiametin thot ditën kur do të zbulohen të fshehtat. Në atë ditë do të zbulohen të gjitha veprat e fshehura të njerëzve që janë cilësi shpirtërore, karakteret dhe qëllimet. Kjo do të jetë një ngjarje shumë e madhe dhe sipas disa komentuesve do të jetë më e madhe se sa shkërmoqja e maleve dhe shembja e maleve dhe se sa ndarja e sferave të qiellit. Do të jetë dita e skandalit të madh të punë-këqive. Krenaria e pashembullt do të jetë besimtarëve, është dita kur njeriu do të jetë i zhveshur nga veprat dhe sekretet e fshehura që do të shfaqen në atë skenë, po atë ditë asgjë nuk do të mbetet e fshehtë nga qenia jon. Gjithashtu mund të tregoj për fshirjen e dijes së Zotit në atë ditë mbi të gjitha gjërat. Komentimi i parë është më i përshtatshëm. Ndaj në ndjekje të saj themi se ai të cilit do t'i jepet libri i veprave të tij nga ana e djathtë do të thot njerëzve të tij: ja lexoni librin tim. Lumturia është futur thellë në lëkurën e tij dhe për të gjitha bekimet, suksesin dhe udhëzimet që Zoti i ka dhënë atij, të gjitha grimcat e qenies së tij janë falëndëruese, dëgjohet thirrja e lavdërimit të Zotit. Pastaj duke përmbledhur nderin e tij më të madh me këtë fjalë thot: vërtet un kam qenë i bindur se do t'jepja llogari. Fjala dhen në fjalit të tilla vjen me kuptimin besim, bindje. Ai dëshiron të thotë se ajo çka më është dhënë është për shkak të besimit në një ditë të tillë, është në të vërtetë. Të besuarit në dhënien e llogarisë i ashton besimin shpirtit të devotshëm, bën që ai të jetë punë mirë dhe të largohet nga e liga, i jep siguri dhe ndjesinë e përgjegjësisë. Më i rëndësishmi është edukimi i njeriut. Në ajetet e tjera do të shohim një pjesë të shpërblimeve për personat që u fol më lart, kështu ai do të ketë jetë të lumtur, edhe pse me të njëjtën fjali është thënë gjithçka. Për shpjegim të mëtejshëm shtohet në një kopsht të lartë. Xheneti është aq i lartë dhe sublim sa askush nuk ka parë e nuk ka dëgjuar ndonjëherë për të. Madje as nuk e kanë imagjinuar atë. Aty është xheneti, ku frutat e të cilit do t'i kap lehtë. Nuk do të ketë asnjë vështirësi për t'i arritur pemët dhe frutat që ato mbartin. Në parim të gjitha mirësitë pa përjashtim do të jenë të arritshme. Ajeti 24 flet për dashurinë e krijuesit për banorët e xhennetit, duke u thënë: ju bëft mirë, hani e pini për atë që keni bërë në ditët e kaluara. Po, këto bekime të mëdha nuk janë të panumërta.
këto janë shpërblimet e veprave tuaja, që keni ruajtur dhe keni dërguar në botë për sot. Natyrisht, këto vepra duken të vogla kur janë në horizontin e hirit dhe mëshirës hyjnore. Hulumtime. Një tjetër komentim për fjalën arsh. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë se qëllimi i përdorimit të fjalës arsh, fron, te tokfjalëshi i bartësit e arshit, fronit, ka të bëjë me dijen e Zotit. Këta bartës do të jenë 8 persona, 4 do të jenë nga ne dhe 4 nga ata që Zoti dëshiron. Në një hadith nga prijesi besimtarve Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë, bartësit e arshit, fronit, do të jenë dietarët dhe shkencëtarët që Zoti u ka mësuar dijen e tij. Në një hadith të Imam Ali ibn Musa Riza, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: Arshi nuk është vetë Zoti, por është emri i dijes dhe i fuqisë së tij. Nga këto hadithe të transmetuara kuptohet më së miri se arshi, froni, përveç komentimit që kemi bërë më herët, ka edhe një tjetër kuptim që është cilësitë e Zotit, sikurse është dija, fuqia. Për këtë arsye, edhe bartësit e arshit, fronit të Zotit, janë ata që bartin dijen e tij. Sa më shumë i ditur të jetë njeriu apo engjëjt, aq më shumë do të ketë pjesë në bartjen e këtij arshi, fronit të madh. Në këtë mënyrë, kjo e vërtet bëhet më së qartë që arshi, froni, nuk ka ngjashmëri me fronin fizik dhe nuk është i ngjashëm me fronet mbretërore. Sa herë që flitet dhe përdoret për krijuesin, ai merr kuptime të ndryshme. Pozita e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe e shijave. Në transmetime të ndryshme thuhet se ajeti, ai të cilit do t'i jepet libri veprave të tij nga ana e djathtë, i adresohet Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ose edhe Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, edhe shijave të tij. Për ngacitimi shembujve, ky fakt është i qartë pa kufizuar kuptimin e vargut. Përgjigja e një pyetje. Në këtë rast mund të ngrihet një pyetje e cila është: a mos vallë besimtarët që sipas ajetit të mësipër më thrasin o njerëz të mahsherit, ejani dhe lexojeni librin e punëve tona, nuk ka asnjë mëkat në librin e veprave të tyre? Përgjigjen e kësaj pyetje mund ta nxjerrim në disa hadithe. Po përmendim një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në ditën e Kiametit, Zoti së pari do të rrofej robëve të tij mëkatet e tyre, atëherë ai do të thotë: unë i kam fshehur këto mëkate nga ju në këtë botë dhe do t'i fal ato sot. Atëherë u jep atyre vetëm librin e punëve të mira në dorën e djathtë. Disa kanë thënë se në atë ditë Zoti do t'i shndërojë të këqijat e besimtarëve në virtyte, në këtë rast nuk do të ketë asnjë dobësi në tërë librin e veprave të tyre.